E ftuar në një emision kanë qenë Daniela Koka, ish banorja preku gjysmëfinalen pas 103 ditëve qëndrim në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ajo zbuloi gjithçka rreth rrugëtimit të saj dhe jo vetëm. E pyetur se cilët nga banorët ajo ka patur më shumë gjan, ajo u përgjigj. Gjan kam patur Eglin, Lorin gjithashtu. Unë kam qenë shumë e vërtet me të gjitha ata që kanë qenë atje brenda. Njësitë e mia kanë qenë jashtëzakonisht e vërteta për këto emra që do përmend tani. Me Rozën mund të kemi patur momente të vështira me njëra tjetrën, por kanë qenë të vërteta. Ajo ka qenë e vetëdijshme. Me Rozin, me Eglin, me Gertën, kam pasur momente të sinqerta, pa çka hatër mbetjeve të caktuara që shkojnë dhe vinë për shkak të bashkëtesës aty dhe garës që bëhet. Gjestin e përmenda, me gjestin për të habitur, nuk është se kishim ndonjë shoqëri të madhe, por kemi patur momente të vërteta. Ai më shikonte që isha mërzitur dhe vinte më pyeste, edhe unë. Kemi pasur momente që mund të jemi zënë, por ato kanë qenë të pakta. Danja gjithashtu shtoi. Unë jam 100% që im tek njerëzit që unë ndaj përditshmërinë time me to. Kam pasur goxha momente emocionale në shtëpi, por me Tilën ka qenë më fantastiku. Më duhet ky spektakull sepse është një tritare e madhe që ti tregon se ku jeti në dimensionet e tua. Unë jam natyrë modeste, përfundoi ajo. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.